Në hodhin e Pallatit të Kulturës Mustafa Kantja, në qytetin e Kavajës, u çel një ekspozitë që mban në vetvete jo vetëm vlera artistike, por edhe një ndjesi të thellë emocionale. Klubi artistik Harmonium organizoi këtë aktivitet në ndër të piktores dhe ilustratores së njohur Inxhiriana Roli, e cila fatkeqësisht u nda nga jeta pak muaj më parë. Ekspozita përmbante mbi 100 punime të realizuara me një përkushtim të admirueshëm, që nga tablo në vaj, grafik, portrete, tusk në laps, vizatime të detajuara deri tek ilustrime librash për të gjitha moshat. Kjo ekspozitë shënoi një omazh të denj për një artiste që ndonse pa një arsim zyrtar në fushën e artit, diti të krijojë një botë të sajën përmes brushës dhe lapsit. Të pranishëm ishin artëdashës të shumë nga Kavaja dhe qytetet të tjera të vendit, piktorë të njohur, shkrimtar, botues librash, por edhe miq të afërt të autores, të cilët ndan vlerësimet dhe emocionet e tyre përmes fjalëve dhe pranisë së tyre në këtë ngjarje. Ajo që u vure në mënyrë të veçantë nga artistët pjesëmarrës ishte se çdo pikturë e Inxhirianës ngjan si një histori në vete, një ëndër e shndruar në forma, ngjyrë dhe emocion. Ky mendim u artikulua edhe nga piktori dhe grafisti i njohur Musa Eçari, i cili në një intervistë për Drita Televizion theksoi lidhjen e pasgjithshme mes karakterit dhe artit të autores. Sipas tij, ajo që na ka lënë Inxhiriana nuk është thjesht art, por një pjesë e shpirtit të saj, ishte e sinqertë, e ndjeshme dhe kjo pasqyrohet në çdo penellat të saj. Kjo është një veçanësi e Inxhirianës, e cila ka filluar që me vizatime me laps, edhe ato vizatime janë me i pasot, ti shofish sot janë sikur i ka pavarësisht nga mungesa e shkollës, ai e ka të i kaluar atë nivelin e shkollës. Edhe ka arrit në këtë nivel duke filluar nga vizatime me tonalitete tepër profesionale, të arrinë kalime graduale tonale, edhe deri në duke kalu edhe në vizatime grafike me linjë, një linjë që është tepër sentimentale, tepër ëmbël, e butë, pa kënde forta, duke kalu pastaj edhe në grafika një çik më profesionale. Edhe piktori Muhamed Malilaj e përshkroi veprën e saj si një pasqyrim të ëndrave personale që Inxhiriana kishte përmes artit. Ai shprehej se çdo pikturë e saj është si një dritare, nga ku shohim ëndrat e saj, jetën e saj të brendshme. Inxhiriana ka një karakteristikë të veçantë, nga vetë natyra e Inxhirianës është shumë e ndjeshme, shumë sensibile. Dhe duke qenë e tillë si karakter, pasqyrohet në veprat e Inxhirianës, si në grafikat, ashtu në bardhëzit, ashtu edhe në pikturë. Një moment i përprekës ishte fjalimi i vajzës së saj, Derisita Roli, e cila rrëfeu se kjo ekspozit e kishte ndihmuar të mbushte sadopak boshllëkun e lënë nga mungesa e nënës së saj. Ajo tha se kjo ekspozit më dha ndjensinë sikur mamaja ishte ende këtu, përmes pikturave ajo vazhdon të na flasë. Nuk shoh ndryshim edhe mungesën e asaj këtë radhë, sepse e di që është prezente shpirtërisht, e di që miqtë e artit janë të pranishëm sot dhe kudo që të ndodhet në univers, ajo është e gëzuar. Ndërsa shkrimtari Nazmi Roli, njëherëzi bashkëshorti i autores, ndau me të pranishmit ndjesinë e thellë që e shoqëronte teksa hapi këtë ekspozit. Edhe pse shumë njerëz donin të blinin pikturat, ai tha se ndjeja sikur po ndahesha nga një pjesë e shpirtit të saj. Ai kujtoi fjalët e bashkëshortes së tij, e cila i kishte thënë se të dhurosh artin është njësoj si të dhurosh veten. Inxhiriana thotë, nuk duhet të shesh as i pikturë. Është sikur të humbash një fëmijë, nuk duhet të shesh. Punimet e Inxhiriana Rolit përfshin stile nga realizimet e surrealizmit, ekspresionizmit, e deri tek një elegancë e veçantë vizatimore që i japin identitet të qartë dhe origjinal veprës së saj. Përmes një rrugtimi artistik të pavarur, ajo ka arritur të lërë një gjurmë të paharrueshme në artin pamor shqiptar, duke theksuar se kjo nuk ishte ekspozita e saj e parë. Rreth 25 vite më parë, Inxhiriana ka hapur ekspozitën e saj të parë, ndërsa në këtë ngjarje u prezantuan dhe 35 libra të autorëve të ndryshëm, për të cilët ajo kishte realizuar ilustrime dhe kopertina, nga librat për fëmijë deri në poezi, tregime dhe romane. Gjua e saj vizuale ka mbështetur fjalën e shkruar në mënyrë unike dhe të fuqishme. Së fundmi, në një botim të fundit janë përmbledhur mbi 250 piktura të saj, një testament i vërtet i pasionit, përkushtimit dhe shpirtit krijues të një artisteje që do të mbetet e paharruar për komunitetin artistik dhe më gjerë.